Përshëndetje miq të Baçja Magjike. Mirë se erdhët në kanalin tim. Gushti duket sikur është vetëm muaj korreje, por në fakt Baçja në këtë periudhë ka nevojë për më shumë vëmendje se kurrë. Temperaturat janë të larta, bimët vazhdojnë të prodhojnë, dëmtuesit shfaqen dhe njëkohësisht duhet të mendojmë edhe për prodhimin e vitit tjetër. Sot po ju tregoj 7 gabime që bëjmë shpesh në Baçë gjatë gushtit dhe disa prej tyre mund t'i bëjmë pa e kuptuar fare. Ujitja pa e kontrolluar tokën. Gabimi i parë është ujitim me të njëjtën mënyrë çdo bim pa kontrolluar më parë tokën. Në gusht bimët kanë nevojë për ujë, por kjo nuk do të thotë që duhet t'i mbajmë vazhdimisht të lagura. Dhe një gjë tjetër, ujitja e rregullt dhe e përshtatur me nevojat e bimës është më e rëndësishme se sa ujitja me teprit. Uji nuk është vetëm për bimët. Në këtë vakt, jo vetëm bimët kanë nevojë për ujë, edhe pulat të kenë gjithmonë ujë të pastër dhe të freskët në dispozicion. Dhe këto të mia duket se kanë gjetur mënyrën më të shpejtë për ta pirë. Por kujdes, enët duhen mbajtur të pastra dhe uji duhet ndërruar rregullisht, sidomos në ditët e nxehta. Të harrojmë bimët që duan kujdes edhe pas korrjes. Një tjetër gabim është të mendojmë se në gusht puna në Baçë mbaron me korrjen. Jo, edhe bimët që vazhdojnë të rriten kanë nevojë për ujitje, pastrim dhe kujdes. Këtu po ujit dhe vë pastroj presh sepse një Baçë e mirë nuk është vetëm ajo që mbillet, por edhe ajo që mirëmbahet gjatë gjithë sezonit. Të mos mendojmë për farën e vitit tjetër. Gushti është edhe koha për të menduar për farën e vitit tjetër. Një gabim të hamë gjithçka dhe të mos zgjedhim bimët më të mira për farë. Edhe te Borziloku farat mund t'i mbledhim kur tufat e luleve të thahen dhe farat të pishen. Kështu një pjesë e Baçës së këtij viti bëhet fillimi i Baçës së vitit tjetër. Të mos kontrollojmë gjethe pas gjethes. Ky është një nga gabimet që mund të na kushtojë shumë prodhime. Nëse presim derisa dëmtuesit të jenë përhapur, problemi bëhet shumë më i vështirë për të menaxhuar. Shikoni gjethet dhe pjesën e poshtme të gjetheve. Domatja e prekur nga krabardha dhe patallxhani i prekur nga krabardha. 2 dëmtues, por një këshill e njëjtë. Kontrolloni gjethet. Nëse ka krabardh, po kur e lëvizni bimën, ajo fluturon. Kurse domatja e prekur nga merimanga e kuqe duket nga ngjyra e kërcellit pasi merr një ngjyrë kafe të kuqërremtë. Kontrollojini bimët rregullisht dhe veproni që në shenjat e para. Lëreni bimën në frutin e parë të bimës për farë, siç e kam lënë unë patallxhanin këtu, që është më afër bazës dhe është i mirë me shëndet dhe është i zhvilluar mirë. Të lëmë degët dhe frutat të infektuara pranë bimëve. Nëse shohim një pjesë të bimës shumë të infektuar, nuk duhet ta injorojmë. Kjo degë fiku ishte e mbushur me breshkëza, pra një dëmtues i fikut. Materiali infektuar nuk duhet të lihet pranë pemës apo në Baçë. Ajo duhet ta zgjësohet me djegje, sepse është shumë e vështirë për ta luftuar me preparate. Ndërsa fisht e shëndetshëm që kam mbledhur, i kam përgatitur dhe paketuar për t'i futur në ngrirje, një mënyrë shumë e mirë për të ruajtur fishtësit të freskët për t'i konsumuar gjatë dimrit. Pra në Baçë duhet të dimë të dallojmë se çfarë duhet të bëjmë. Dhe ja gabimi i fundit që bëjnë shumë njerëz. Mendojnë se gushti është fundi i sezonit. Në fakt është edhe fillimi i një cikli të ri. Farë spinaqi, farë sallate dhe shumë kultura të tjera mund të fillojnë të mbillen në këtë periudhë. Sipas klimës dhe kushteve të zonës. Ndërkohë bimët që janë ende në prodhim, si specat, vazhdojnë të kërkojnë ujitje dhe kujdes. Pra ndërsa një pjesë e Baçës po mbyll sezonin, një pjesë tjetër sapo fillon. Këto ishin 7 gabime që duhet t'i shmangim në Baçë gjatë gushtit. Baçja nuk kërkon vetëm punë, kërkon vëzhgim, sepse shpesh një problem i vogël
Sot mund të bëhet një problem i madh pas disa ditësh. Nëse edhe ju keni një baçe, më tregoni në komente. Cili është problemi i madh që po e përballoni këtë gusht? Nëse të pëlqej auditja, ruaje edhe shpërndaje me miq. Mos harro të shtypësh butonin sile për të mos humbur videon e radhës. Bëhu dhe ti gati për sezonin e vjeshtës, fillon mbjellje që tani që të kesh prodhim në tavolinë në muajt e vjeshtës.